Tani që në komunën tonë janë 2 xhamia, ku e Bllocës është përfundime sipër, ndërsa në Shirok dikun rreth 60% janë afru punët. Në Shirok kemi një donator i cili ka shpreh dëshirën, po ka mbet anonim. Thotë investimin të tërë ka bë një person. Dhe një herët në fshatin Bllocë ku jemi tani, ka pas xhami edhe më herë, ndërsa në Shirok nuk ka pas xhami asnjëherë, xhamia ndërtohet për herë të parë. Punimet në këtë xhami janë në fazën e përfundimit, thuaj, presmi që për afërsisht në fund vitit ose në fillim të vitit ardhshëm të startoj. Shkaku i nevojës së fshatit tonë, një fshat që është mbi 1200 shtëpi, kemi pasur nevojë që ta kemi një xhami më funksionale e cila na përmbush nevojat tona, e cila do të jetë aneks i xhamisë së vjetër dhe do të shërbejë vendit tonë në atë dashuri, këmbë dhe fe. Xhamia si xhami e re është ndjen nevoja për qytetarëve dhe përcjellja e xhamisë së vjetër ka qenë mjaft e dëmtuar në gjatë luftës dhe në diskutimin e arkitektave nuk ka pranu rinovim. Po, xhamia i përket stilit bashkëkohor, domethënë të kohës sonë, është unike. Kapaciteti i xhamisë është afërsisht rreth 500 persona. Kontur